Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë. Mirë se takohemi së bashku nga Hotel Oasis. Kemi ardhur për të zhvilluar një bisedë vërtet shumë interesante, besoj për të gjithë ju. Një intervistë e cila do na mësoj shumë. Është me ne Gjon Gojçaj, një djalë i cili ka përfunduar kiropraktikën. Është vërtet shumë interesant të ndëgjojmë mbi historinë e tij dhe natyrisht të mësojmë mbi këtë profesion. Gjon, përshëndetje dhe faleminderit shumë që pranove ftesën për të bërë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jona. Atëherë e di që je në pushime, je në vendlindjen e të parëve tuaj duke u kënaqur dhe mësova që ju faktikisht vini çdo vit me familjarët tuaj. Më gëzon ky fakt pa mas dhe gëzohem shumë që ti shumë bukur e flet edhe gjuhën shqipe. Atëherë dua të pyes faktikisht se si po ndjehesh që je në Malsi, në vendin ku kanë lindur të parët tu, ku ka lindur edhe mamaja jote. Shumë bukur. E kam si obligim me ardhë këtu e mi pa tana senet, a din si kanë jetua nana e baba, se na jena letë e rrindu në Austri se përmete, edhe është mirë mi ditë tana senet, do të me ditë historinë i gjithë kujna, e gjithë faret, edhe profesionit që e për cilë, me ditë pe ka ardhë e ku jena të me shku. Edhe tuzi e më pëlqen shumë se ke që ka me ba këtu, shoqënia, familja vjeni këtu për çdo vjetë. Po kënaqesh. Po. Ti flet gjuhën shqipe për mrekulli, përmendet që ke lindur në Austri, di që edhe babai jot ka lindur në Austri. Ke mësuar në gjuhën austriake, në gjuhën tuaj natyrisht. Dhe vërtet e ke ruajtur gjuhën shqipe si? Kush të ka mësuar gjuhën shqipe? Kush ka qenë ai që gjatë gjithë kohës ju ka folur shqip në shtëpi? Normalisht sa kanë pyetja e mamës, e që ka dash neve me në pësu se është lypet. Gjuhat mi ditë sa ma shumë, ajo është senja me rëndësishme në jetë, për me mujtë mu gjithë gjithë kun ku shkon, sidomos për në ardhje ku e ka mamën e babën. Kur vimje këtu në Malsi, duhet me ditë me folë me njerës, duhet me ditë me folë me familjen. Ella kanë obligim që me ditë, mama e baba më kam mësu, baba ma shumë gjermanishten, se jena lje rrit atje, e nana Shqipen. Shqipen. Pra përgëzojmë mamin, mund të dim se nga kemi mamin, çfarë fisi e kemi? Lulgjura. Lulgjura, i bukur. Atëherë përshëndes shumë dhe vërtet e përgëzoj për këtë gjë të mrekullueshme që ka bërë me ju. Atëherë, sa më rëndësi mendon ti që është ruajtja e gjuhës dhe kulturës shqiptare për gjithë cilin që jeton në Mërgat, në Mërgim, siç jetoni edhe ju në Austri? Është fortë me rëmësimshe, me rujt historinë, e mos me tretë fara jonë, me ditë pe ka ke ardhë, me ditë edhe mi ka zua fëmive të tonë nesër, pe ka ke ardhë, me ditë gjuhën, edhe kur vim kësajtë me ditë me komunikua, edhe mu gjithë. Absolutisht, absolutisht. Ju, sa i përket zakonave dhe traditave shqiptare, gjatë rritjes suaj në Austri, i keni praktikuar zakonet dhe traditat shqiptare? I kem rujtona traditat, ditën e flamurit, besljellën e Malsis, sa ke mujt, jena bashkuton malsort, edhe për Gjermanijet e Zvicrët e Austrijes, e në atë vend ku jena bashkutona, e kem bërë dëzene, e kem festuar fort. Mirë, cilat janë vlerat ose zakonet që gjithmonë i keni mbajtur në familje? Besoj gjitha festat i praktikoni dhe i festoni, apo jo? Po. Dhe bashkoheni me familjarë të tjerë për të festuar, për të gëzuar gjatë gjithë kohës? Po, i bashkojmë, festojmë shnjonin, edhe zojnë grucë, ana familjes mamës, edhe ka baba shnjonin i festojmë tonë. Pra besoj gjithë bashkoheni dhe kënaqeni, apo jo? Po. Si ka lindur atëherë dëshira jote për kiropraktik? Por përpara se të vim deri te kiropraktika më trego, sa i përket shkollës fillore dhe të mesme, si ka qenë për ty, dhe pastaj dal dua të dal te kiropraktika. Po, e kam kry 4 vjetë filloren, atër 8 vjetë në gjimnasin, me specializimin arkitekturën. E kam krye shkëllshyesëm, e kam punua për 3 vjetë, e kusur kam punua në punën arkitekturën. Edhe më ka pëlqyer shumë me thënë drejt, edhe jam kanë shumë i kënaqur. Por nuk em ka plotësua shpirtërisht si kam dashur vetë, po. Çfarë ndodhi pastaj? Shoku më i ngushtë ka panoll, atëherë kem pas po jenë kur kem dasht me provua, me ndrua, kam pa dasht me studiu herë fizioterapin, po atëra ma ka shigua provoj herë kiropraktiken.
Atë kem bashkua me mamën bashkë në Gjermani, e kem këshyrë gjithë shka, kem pasi ka punuar në klinik, më ka pëlqyer fort, na ka kontrolluar mua më nanën, na ka kontrolluar, na ka kodit qafën e shpinën e gjithë shka. Qysh atër për timet më dukt shumë interesante, egzamin si e banaj e njerin që i ka ljimnje, e që i ka nevoj minimo dikush, edhe sa preciza kënë me atë punë, edhe i ka një mo shumicën, fort mirë, edhe për atë momentit e kam pa se je kjo punë, ka diçka që arhitektura se më kalla, e deshta me shëjo pak ma shumë ku mu me amrit po. Pra nga një arkitekt i specializuar të kemi në një kiropraktik të diplomuar. Vërtet shumë interesant, dy fusha krejtësisht të ndryshme. Në njërën anë merremi me gur, me nuk e di me çfarë, në tjetrën anë merremi me nerva, me sistemin nervor, apo jo. Por vërtet shumë e bukur kjo. Ti the që e ke regjistruar pas kiropraktiken. Ku e regjistrove kiropraktiken? Në ç'vend? Në Barcelonë, në Spanjë. Përse në Spanjë? Përse jo në Austri, apo Gjermani, apo Zvicër? Diku ma afer, ndoshta dhe gjuha më njëjtë. Ata fort mirë më këtë vitë, pyetja shumë e bukur. Barcelona e kam zgjell për dy rasta. Rastin e parë, maj forti, a kanë që shoku maj fort, që më ka pru një këtë zanat, a i ka pas studiu aty, e ka dash me kry atje këta studimet e këtë profesion. Do me tha le vetje kështu deshta, se shoku ma ngushti di me mësua, di me mkazua rastat si me shko që ka me ba, atëra ajo ken e para. E dyta, për në Europë, në Barcelonë, je kjo profesion, ajo universiteti është me forta që i kryhet, me profesorat pe tonë botës, pe Australijet, pe Ameriket, i kem pas të tona, edhe në një këtë scientifiken ku bojnë research, thirët në anglisht nuk di në Shqip. Po, kërkime që bëhen. Po, me matë fortat. Ajo kënë rasti dytë, pse e në Barcelonë. Mund të di, ke studiuar në gjuhën spanjole, po në gjuhën angleze? O kënë bilingual. E kem pas, tona modulat janë kënë në anglisht, e janë kënë për gjithësën vjetë janë kanë 2-3 që janë kanë në spanisht, se do të mu pregadit për atër kliniken që kemë punë. Pra dhe spanishtën e zotron, besoj e dinë edhe gjuhën spanjole, apo jo? Klaro ke si. Në rregull, shumë bukur. Atëherë, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha, vështirësit më të mëdha gjatë studimeve? Besoj ke pasur edhe vështirësi, nuk ka qenë fare lehtë për ty që të shkosh nga Austria në Spanjë, të largosh paksa edhe nga familja. Gjitha ato e bëjnë të vetën, apo jo? Vështirësit më të fortat janë kanë që kam pa jetua në fillim normalisht vetun, s'kam pas kanë me mi kudit ropt, me mi kudit më hangër. Pra nuk është kënë mami aty, atër do të mu pësua vetë vetin, por edhe gjuha anglishten nuk e kam pa dit shumë mirë kur kam pa shku atje, por jam pësua tu me shku, tu mu shëtësnua, edhe spanishten, e kam pësua për i zero, atë janë kanë qëteristat më të forta, po edhe se kam punua për 3 vjetë, gati 4, e kam hup atë sensin e të mësuarit, po. Atër kur hi prapë në atë zanat. është shumë e vështirë të kthesh edhe një herë. Por ja që ti vërtet ja ke dalur për mrekulli dhe vërtet duhet të përgëzoj. Mirë, a ke pasur praktik klinike dhe çfarë të ka lënë më shumë përshtypje tek praktika klinike gjatë studimeve? Na kem pas 3 vjetë teorin, mu pregadit për kur t'hinsh. Studimet janë kanë 5 vjetë, e mas 3 vjetë atër ti hi në klinik, e praktikon që ka kim mësu. Me pacientat jashtë, jo ma studentave, se për para kim ushtruan në njërin tjetrin, por atër edhe me pacientat jashtë, me disa që i përtimet kanë nevoj. Edhe aty e kim pas taman vetin për me ardhë, kim ba praks, edhe që ja kem kudit pacientave të qafën e shpinën, që kem një mua me tona mënyrat. Tona mënyrat. Mirë, po qëfar të ka lënë më shumë përshtypje? Qëfar të është dukur më interesant gjatë pjesës së praktikës? Qëfar të ka pëlqyer më së shumti? Me mësua të manë si punon truni, neurologia, edhe si biologjia trupit muj më ndryshu nëse ka ba një aksident, nëse ka nëllë disa senet në jetë tate, që me pa ardhen atë... Në atë pika, po jo? Po,
Bukur, lënda më interesante për ty, besoj neurologjia, duke qenë se përmende, apo jo? Së vë në dyshim. Mirë, si do na shpjegosh, thjesht, duat na shpjegosh se çfarë është kiropraktika dhe si ndihmon ajo pacientët? Kiropraktika është profesion minimon njerit në problemet sistem nervore, por edhe për tonë trup nëse ke probleme me lums, me zemër, nëse ke edhe dëfar, problemet me trunë, tash nuk di si mi spjeguar taman. Mendore, po. Po, por edhe me kame, me duar, gjithçka. Atëra, sistema nervore dikun pickohet, e na atër jena mësum me dzjet atë ventin e problemit, ku është taman. Dëmtua, ku është problemi. Qka ka nëllë, e spjegojmë edhe, e dvesim edhe historin taman, qka ka nëllë, si ka nëllë, për me ditë taman. Atër, munohena me ullë presionin në sistem nervore për me mujtë me funksionuar prapë si lypet. E tash si mujtë minimum pacientit. Vinë tash pacientit e vetë, e thot e kam këthy kamen në sport. Edhe qysh atër kam nis me shkëpua pak keq, po atër kam tjele që shpina më ka shkua pak, nuk muni tash mi nga sa kam mujtë për para. Atër me ata informatat e di, oke, ka këthy kamen, edhe tash i ka dalë shpina, muni mja nëreq kamen si ja ken, mja këthyn vetë si lypet, atër e kontrolloj edhe shpinën aty ku ka problem, e me ata muni minimua mu të shpejtësua që shnoshet trupi në vetë mirë, në naturale, ku duhet me kenë. Për të shumë interesant dhe besoj për ne është diçka e panjohur. Të thëmë të drejten, këtu nuk është se kiropraktika praktikohet shumë, por ne do flasim të shohim pak më shumë se si është në Austri dhe në Spanjë natyrisht, se si është pritur dhe sa e praktikojnë njerëzit. Mirë, çfarë problemesh shëndetësore zakonisht njerëzit kanë, më së shumti që vinë dhe kërkojnë ndihmën e një profesionisti kiropraktik? Ju përmendet për shembull lëndimin në këmbë, po çfarë tjetër zakonisht ndodh? Shumica e pacientave që kem po na janë rastat me migrenë, që lëp kryetit shumë e shumë të shpesh. Nëse ke dikon që punon në punat që rrinë shumë, atër i lëp shpina ka herë, do me thonë shpina poshtë, por edhe krahi ka herë, sidomos sportistat me gju, me kuqikun e këso sene, por edhe me senat organat. Me organet e tjera. Cilat janë dallimet midis trajtimeve kiropraktike dhe mjekësisë tradicionale? Këtu tek ne praktikojnë shumë mjekësinë tradicionale. Ma bëm pak sa një dallim në qoftë se mundesh, natyrisht, sa ke edhe ti informacion se besoj nuk është fare e lehtë për ty që të kesh edhe informacion për mjekësinë tradicionale, duke qenë se ndoshta nuk e praktikoni atje. Është historinë si e marrim, na dvesim në atë derin se tonë alfabetin e dvesim për njerit. Historin a ka ba operacionet, qëfar limjet o smunjet kanë pas familjat tante, se na dim genetika, që ka shtjet mas generatat e generatat, duhet mi ditë tana. Ose a ke ba nëj aksident që duhet me ditë që billa është e ljellun me atë problem që e ke. Duhet mi ditë tana. Atër edhe si flen, që ka hanë, ashtu që nësë, aje a del jashtë, aje njëri shëqëruar. Po, bravo. Ajo është pjekja parë. Atër e dyta e bajmë egzamenin në trup. I kemë testat ortopedike, mi testua ligamentat, muskull edhe ashtin, me pa a janë ata në regull edhe a ka ljellë me atë problem që vjen ti. Atër normalisht nëse dim ata, dim ashtë puna e yne me të një mua, ose do të mi nap dikujna tjetër në dorë. Për me ditë kush muj minimum mas mirit. Shumë e qartë. Ti faktikisht në tavolin ke edhe një aparat. Unë do doja pak sa të na flisje, ta lidhim pak me këtë pyetje, për çfarë vlen ky aparat, përse e përdor? Çfarë është ky aparat? Si e përmeta parë, na punojmë me sistem nervore. Ky aparat nuk ka gjatë tjetër, por e mat temperaturën. Hap që je këtu vetëm lezet, edhe shihet je këtu i ka dy si fylla, edhe nëse pre gishtin e një fyllën tjetrën, shkon levis e një anën tjetërën. E që kam thot është kjo? Vetë e kam shpinën paramit, e korrizin, e shkoj nalt të qafa edhe kretë poshtë deri të shpina. Atër e në varet, qëfar drejt pëshimit e merë je kjo, e më ka zonë një këtë areal duhet mu kontrolua pak ma shumë.
Nëse njeri e kthen kamen, ka herë ejet, s'ka nevojë mu ej, po ka herë ejet, e në korrinës o pak ma vogël që ej, nëse ke lindua i fije. Me sy ka herë nuk e she, me gishta bella muç me Ta tje, detektosh, po. por ka herë shtirë me ditë ku qartë. është, e je ky atër e nimon me dzjet problemin e në korrinës ku është. Vërtet shumë interesant. Besoj diçka e tillë nuk e dija do të ekzistojnë tek ne, por këtë e praktikojnë në Spanjë, e praktikojnë këtë gjë edhe në Austri. Në gati tana kiropraktorat që marrin me jekut e përdorin. Nuk është në lidhje me Spanjën o Austrinë, o ma lidhje i fort tekniket. Një fort teknike, që ju lehtëson besoj edhe punën, apo jo? Po. Mirë, atëherë dua të di sa i përket paragjykimeve. A ka paragjykime, keqkuptime në lidhje me këtë profesion? Si e komentojnë doktorët, neurologët, psihiatrët, nuk e di të tjerët, profesionet e tjera, si u shohin juve dhe si e komentojnë këtë gjë? E komentojnë besa ka herë keq, se thojnë i thejmë njerëz, i bajmë ma shumë dëm që i nimojmë. Por me të thënë drejt, e kam kryer zanatën për 5 vjetë, me ditë tamam si funksionon anatomia edhe biomekanika i trupit, aparatura, si ecë, si stërkat, e këta duhet mi ditë, atër edhe mësojmë nëse vrahet, si vrahet, për me ditë edhe si me vu prapën vetë. I kena modelat në universitet që ju shtrojmë para qime në klinik, për me ditë atër doren, mjazot doren, si mja kodit njerit, sa shumë forës ke nevoj mi la, edhe për mos mi vra njerit. Për me keni pregaditun për gjithë qëfar rastit. Mirë, si ndryshon qasja ndaj kiropraktikës në Austri dhe Spanjë? A ka dallim kulturor apo profesional? Profesionale jo. Na normalisht na treniratën tona i saj, dikush i përdor jekta, dikush jo, por dorën e mësojmë tona njëjtë. Kulturore e ka veç në popullin që lyp nim. Në Spanje, se janë tanë ma atletikë si dikun tjetër, tanë dalin jashtë, tanë hajnë mire, kanë dietën mediterane, që është shumë e shnetshëm, edhe banë shumë fiskulturë, e pajnë vetin shumë bukur. Do me tha, aty në rastisht nuk i lypet shumë nim. Por në Austri, në Gjermani, janë ma shumë njerëz që punojnë ma fort, rrinë ma shumë në për karrika, por edhe kanë kështu senet vogla si migrena diçka, ma shpesh ka atje. Ma shpesh ka të interesuar ka dhe pacient. Mirë, cilat janë ato përfitimet që pacienti ndjen më shpejt nga një trajtim kiropraktik? Çfarë merr ai nga vjen në një vizitë tek ti dhe çfarë merr si mrapa, si feedback, bas trajtimit që mori nga ju? Vetë munohem me gjithë pacient që vjen të mua, mja spjegua si muj me jetua pa mua, se nëse vjen të vetë, a i donë me shnosh sa më shpejt. Absolutisht. Por vetë nuk e shnoshin njerin, trupi e shnosh vetin. Vetë që një moj atë procedurën mu të shpejtësua. Vetë atër i kazoj do senet, do eksersisa, si mi ba, ushtrimet, falnderës, ata ushtrimet si prolojnë mas shumëtit e mas shpejtit minimum mu stabilizua korrinza edhe gjuni. Apo cili do organ që është në pyetje. Bravo. Me dieta, me fiskulturët, çka ka nevojë. Atëherë dua të di se çfarë komentesh ke nga të afërmit, nga shoqëria këtu në Malsi. Çfarë të thonë ata kur të dëgjojnë që e ke lënë arkitekturën, ku të gjithë vjen krenar kur dikush e përfundon arkitekturën, dhe ke zgjedhur kiropraktikën. Dua të di çfarë komentesh ke marrë. Në fillim gjithkush atë çudit, tana familjet afërt më kanë thënë pse në ke ndryshu krejt, pse nuk e hinë studimet arkitekturës, mu thellësu, mu specializuar edhe ma shumë. Por mama e baba janë kanë më të partë që kanë thënë hajt, advensoju, më kanë pështet, mu ba maj fort në ata sene që kam qef vetë ma shumëtit. Por atër kanë pasë e kam krye vjetin e parë, vjetin e dytë, atër e kom pa fitu edhe certifikatën në vjetin e dytë që jam kanë në zonë si maj mirë për do rasta. Atër kanë pasë
jam ba shumë i fort edhe që më pëlqen ma shumë e ma shumë. Atër kanë nisë edhe ata me më shty, me më nimua, edhe kanë thonë atër normalisht ka fundi, super që ke krye, a bashkë mirë. Edhe zanadën e kanë fitore. Ke raste që familjare të kërkojnë ndihmë, themi babi, mami, kërkojnë, thojnë, shiko pak kurrizin, shiko pak shpinën. Normalisht. Por ata janë besoj tani të shnoshtë, djalin kiropraktik në shtëpi s'kanë me probleme. Do të mirujt, do të mirujt, absolutisht. Mirë, atëherë unë do doja pak sa të pyesja, edhe për Malsin këtu. Dua të di se që sa kohë keni ardhur, si po i kaloni pushime, çfarë po bëni e kështu me radhë. Na ke marrë si mjetë në fillim gushtit, edhe tash besa pas njënit na shkojmë për mrapa. Mua më duhet ja nisin punën me parën september në Gjermani, më duhet mu pregadit senet e kështu. Tani, puna në Gjermani. Përfundove studimet në Spanjë. Jeton në Austri, po përse tani shkove në Gjermani? Sërish po largohesh, sërish don që të godisësh ti vetë me hangër, me pregadit vetë, rroba gjitha? Paj, tash e kam pësu je këtë jetën vetëmit, por e kam zgjell Gjermanin për punë të mentorit që më ka shtjen je këtë zanat. Mentori është me matë fortët në Gjermani kiropraktikës. është shumë i njoftun, edhe tana e njohin edhe respektojnë. Edhe rrethtina, kam shkuat në Gjermani, afer ta, për punë mu me forcua i këtë zanadën, edhe këtë profesion, ma mirë se në shkollë jena ma si teori, e njohim teorinë. Po, praktika është nevojshme, absolutisht. Praktikën veç tash nisena me pësua ta mancilipet, se tash kemë 10 pacienta e jo veç shkollë. Tash janë nisë. Në cilin qytet do jesh i vendosur ku mund të gjejmë nëse kemi nevojë për ndihmë? Krejt nalt e Kiel. Shumë interesant, vërtet shumë interesant. Sa do qëndrosh atje? Sa do rish atje? Ke ndonjë kontratë, dihet afërsisht sa do rish? Kontratin e kam, por sa kam e taj atje nuk dihet, se planat ndryshojnë, edhe am pëlqen ai vet ajo, edhe sa shumë punë, se vetë kam edhe planat vetat, bila me shkua dikun tjetër. I herë mu me fitu eksperiencë edhe praksisen ma, por atër bila mu vetasua ka Austria, në Zvicër, ose bila edhe këtu. Pikërisht të dua të lidhem me ju. A mendoni se ka hapësirë profesioni juaj në vendlindjen e parëve tuaj dhe si mund ti të kontribosh këtu tek ne, të japësh atë kontributin tënd këtu? A mendon se njerëzit, sidomos në bas kësaj interviste, do ju thrasin, jam më se sigurt? Po, normalisht vetë kam shkua jashtë, me mësua, me arrit diçka, e me ardhje këtu me je këtë eksperiencë që ka kam fitua, mi në njerëzve, popullit tënd, apo jo? Qka mund je këtu me ba për popull tem, mi shnosh, se normalisht gjithkujna i lep shpina, dikush ka migren, dikush i lep krahi, dikush ka problem bela me disa dieta që nuk i prolojnë, atër mi këshyrje kështu i mi shnosh. Je këta që i ka me prumë. Vërtet të përgëzoj dhe vërtet përgëzoj familjen tënde që kanë rritur një djalë kaq të mirë, me kaq pozitivitet dhe vërtet një djalë këmbgulës që ka këmbgulur shumë dhe ka realizuar ëndrat e tija. Dhe jam më së bindur që ti do arrisësh çdo ëndër, çdo dëshirën tënde, sepse je një djalë shumë këmbgulës. Atëherë më trego, kur viziton Malsin, çfarë të lën më shumë përshtypje, çfarë nostalgjie merr mrapa, çfarë të mungon kur kthehesh mrapa nga Malsia? Për mua natyra, cemi, ulqini, ka shkoj me ndete, shojmë familjen, por edhe ky vetë se nuk ka vetin Europë si Tuzin. Vërtet ta gëzon edhe ky fakt dhe urojmë që Tuzi sa më parë të bëhet edhe antare e Bashkimit Evropian, pse jo, dhe të jetë një nga pjesët më të bukura. Çfarë këshille ti faktikisht do i jepje të rinjve dhe të rejave, të cilët duan të ndjekin profesionin që ndoshta nuk e njohin as shumë, që ndoshta nuk është aq i dashur, i pranuar, e sidomos atyre që jetojnë jashtë Malsiet, jashtë në diasporë. Çfarë do ju thoja? Nëse e keni një gjatë që i keni fort për qef, gushtoni, mos u dorsoni,
edhe netni gjithçka që keni, se gjithçka është e mujtur në një ky jetë, gjithçka që doni me marrë në dorë, mundini me krye. Veç me keni fokusum, me pas normalisht edhe support pej familjes, pej shokve, me pas sistemin aty të afërmit që edhe të shtyjnë nëse të vjen një kohë që bella nuk të shkon si kemi nua, por të dinë se gjithçka është e mujtun. Vete kam krye zandarën për arhitekturën, kam dash diçka krejt tjetër me në krye, vete kam pas familjen që më kanë shty, më kanë nap vullnet me krye pa probleme. Atëherë, a mendon se ndoshta në të ardhmen tënde, ndoshta diku më vonë, do i kthehesh sërish të arkitekturës? A ke menduar ndonjëherë? Ja. Mua më pëlqen kjo profesion aq shumë, e më plotëson shpirtërisht aq fort që bajagi veç një këtë profesion kometaj, deri sos muni ma. Nëse tani e shef vetën tënde të vogël në klasë të parë, çfarë do i thoje? Veç vazhdo e jepja. Vërtet shumë bukur. Atëherë me një fjali, çfarë është për ty kiropraktika? Për ty shpirtërisht, çfarë është? Çfarë do më thënie ka? Për mua, nuk e di tash tamam në shqip, por në anglisht thojnë është lifestyle. Është një sen që e kupton njerin si është nëse është i shnosht, çka duhet me ba, si me ba, edhe si me kalua me shnedën më të mirën. Atëherë mua së mbetet tjetër vetëm të falenderoj vërtet pa mas, ishte shumë kënaqësi që të dëgjuam, ishte shumë interesant historia jote dhe uroj shumë që të kesh frymzuar edhe të rinj dhe të reja të tjera, jo vetëm nga Malësia, por edhe ata të cilët jetojnë në diasporë dhe të vinë po me gjuhën shqipe kaq të bukur këtu në Malësi, ta vizitojnë çdo vit siç vjen ti dhe natyrisht na sjellin eksperiencat e tyre. Të falenderoj jashtëzakonisht për këtë bisedë shumë të këndshme. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Miq të nderuar, ju faleminderit edhe juve. Me neve ishte Gjon Gojça, një djalë vërtet i mrekullueshëm me një background të pasur dhe jam më së bindur që ai do na sjellë shumë çka këtu në Malësi. Ju faleminderit edhe një herë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.